2025 dhe të gjitha këto mund të zhbëheshin në raste do të kishte ndoshta më shumë para që do t'i alokohej arsimit si sektor. Patjetër, po pyetja është prap. Kush e thot këtë? E thonë këta që s'kanë bërë asnjë shkollë. Këta thonë që duhet ishte 2 turne këta s'bënin shkolla fare. Ne kemi bërë 45 shkolla vetëm në Tiranë. Dhe këta tani dalin, këta që si bënin asnjë shkollë Tiranës, tani këta dalin dhe thonë që duhet të jetë 2 turne tani shkolla. Po prit një herë, bëjmë një herë shkollën, se s'kishim shkollë fare. Janë bërë 45 shkolla Tiranës nga Erë Veliaj, të reja apo të rikonstruktuara? Të reja, 45 shkolla në Bashkinë e Tiranës, nga Erë Veliaj dhe nga Partia Socialiste dhe nga Kryeministri Rama. Astiri nuk ka një shkolla, apo jo? Astiri, unë jam deputet i zonës Astiri, i njësisë 14, dhe është puna dhe presioni i ynë i vazhdueshëm për të realizuar edhe një shkollë në Astir dhe do bën 2 si fillim, janë dhe 2 tjera tek Pallati Fratari dhe më informojnë që tashmë është një procedurë prokurimi në përmbyllje të procedurës prokurimit dhe shkolla e madhe ku janë bashkë një shkollë nënvjeçare dhe një shkollë e mesme, edhe në Astir dhe në mënyrë që edhe kjo zonë të ketë një infrastrukturë moderne, super moderne në zonën e Astirit, ku të plotëson nevojat edhe të sistemit parauniversitar, pra të 2 niveleve të sistemit parauniversitar. Do t'jetë vetëm shkollë, apo do t'jetë kopësht shkollë? Jo, do jetë shkollë nënvjeçare dhe shkollë e mesme, pastaj do ketë edhe kopsht tjetër. Është një kopsht, është bërë një kopsht, po do ketë edhe një kopsht tjetër. Pastaj do ketë 2 shkolla tjera që janë në kufi me Kasharin, tek pallatit që quhet Pallati Fratari. E kuptoj. Këto janë në program për Jo, këto janë financuara. Këto janë të financuara. Pra janë në program për të zhvilluar si projekte në vazhdim. Puna për këto 2 shkolla besoj që fillon shumë shpejt. Mendoj që është në fazën, po flas për këto 2 shkollat e para, janë në fazën e lejes ndërtimit, kështu që kanë përfilluar shumë shpejt. Ata që bëjnë 45 shkolla mund bëjnë edhe 47 shkolla. Ata që s'bëjnë asnjë shkollë, me shumë shanse s'kanë për të bërë ndonjëherë në shkollë, se s'din as punojnë. Kush janë problemet e zonës së Astirit për momentin? Problemet cilat mund t'ju a kenë adresuar ju si deputet i zonës njerëzit atje? Është kjo që sapo thash, pra kjo është një probleme që unë kam adresuar në mënyrë të vazhdueshme. Astiri ka qenë një zonë e cila nuk është marrë në konsiderat asnjëherë, pra është ajo zona ku digjeshin gomat se nuk lejohet që të bëhej asunaza e madhe në Astir. Ama tashmë në Astir... Po se njerëzve ju prishën shtëpit, prandaj digjeshin me gomat. Po sepse pa kosto nuk ka zhvillim. Dhe sot që flasim për shkak infrastrukturës ndërtuar nga Bashkia dhe Qeveria Shqiptare, sot sapo mora një informacion bile dje, në mos gaboj ishte me një ndërtues dhe thot sot metri katror në grop të një pallati në Astir është 1500 euro metri katror. Pse ndodh kjo? Sepse është investuar në 2 blloqe shumë të mëdha banimi në Astir dhe sot zona e Astirit është kthyer në një ndër zonat më të urbanizuara të Tiranës me problematikat e veta. Patjetër që vjen të ketë problematika në infrastrukturë, ka probleme në legalizime, sepse është një zonë, le të themi, jo urbane, zona e Ysberishtit, e cila ka problematika në legalizim, por të cilat gjitha janë në ndjekje, të cilat gjitha do marrin zgjidhje në kohë. E thash, në Astir janë bërë 2 investime super moderne të bloqeve tek Loni Ligori dhe në KMY dhe janë në përfundim dhe janë kthyer në zonat që nuk i ka, mund t'i ketë zili edhe qendra. Kështu që jo pa qëllim thash atë shifrën se fakti që është 1500 euro në... Jo, dhe një shtëpi me qira është minimalisht 1000 euro. Eksakt. Kështu kur kam shkuar në zonë para 4 vjetëve, aty ishte një shtëpi, domethënë metri katror ishte 600 euro, 600-700 euro. Sot për 4 vjet është shtuar gati 2 fish, më shumë se 2 fish. Po kuptoj që Astir është zona juaj influencës, apo jo, edhe në këto zgjedhje? Është zona ku unë kam qenë drejtues politik, domethënë që nga 2021 dhe patjetër që është një zonë ku unë kam punuar këto 4 vite. Unë mendoj dhe besoj që kam qenë edhe kontributi im si drejtues politik që të bëhen investime që unë sapo përmenda dhe presioni për të marrë investime në këtë zonë dhe për ta kthyer lagjen 14, se sot quhet lagja 14 në njësi, sepse realisht ajo lagja meriton të jetë njësi, sepse praktikisht aty banojnë 50-60.000 banorë. Kështu që është një ndër lagjet më të mëdha apo njësitë më të mëdha që ka Tirana, ndoshta e tretë. Ju ja keni dalë në një farë forme t'i zgjidhni disa nga problemet e këtyre banorëve. Unë jam përpjekur, me insistimin tuaj, me presionin tuaj. Me insistimin dhe me presionin dhe në lobimin ligjor ndaj strukturave shtetërore, sepse janë struktura shtetërore ato të cilat e realizojnë praktikisht gjithë investimet, pra si qeveria, si pushteti lokal, por
presionin që bëjnë banorët tek unë si përfaqësues i tyre dhe unë si përfaqësues i tyre tek institucionet shtetërore ka bërë të mundur që të realizohen disa nga problematike që ka kjo zonë, të cilat vijojnë, po të cilat do marrin zi të tjera. Dhe po themi se në fund pastaj do jetë gjithaj një kalkulim. Nga kjo zonë prisni të merrni më shumë vota në Tiranë? Nga zona e Astirit më së shumti? Është e natyrshme që të pres më shumë tek zona ku unë kam qenë drejtues dhe ku kam kontribuar. Por këto ta vlerësojnë socialistët dhe qytetarët mbështetës Partisë Socialiste në vijim. Çfarë premtoni ju përtej programit të Partisë Njerëzve, se do të realizoni nëse ata do t'ju votonin juve? Tani, edhe ju e dini shumë mirë, sepse ne nuk është biseda e parë që bëjmë. Profili i parë që i shkon mendje një votuesi për Plaren Ndrecën është të qenë një profesionist. Kështu që profesioni im më ka ndihmuar të jem këtu ku jam dhe besoj që është dhe arsyeja pse jam këtu ku jam dhe besoj që do jetë dhe arsyeja pse duhet të jem këtu ku jam. Unë duke qenë një profesionist i fushës, mendoj që i shërbej më mirë ligjbërjes, se cila është në thelb puna e pushtetit legislativ. Unë personalisht mendoj sa më shumë juristët ketë pushtetit legislativ, aq më cilësor do jetë ky pushtet dhe unë e gjykoj vetëm në mënyrë modeste si një ndër ata cilët i jep një vlerë të shtuar pushtetit legislativ për shkak të formimit profesional, eksperiencës në fushë dhe komunikimit publik për gjithë problematikat që ka pasur apo vijon të ketë apo duhet trajtuar për sistemin drejtësisë apo drejtësinë apo ligjin në parim. Ju e nisni ditën dhe përfundoni me takime me njerëzit momentalisht? Unë e nis ditën me kafe me njerëzit dhe përfundoj, do e nis nga ora 7 e mëngjesit, takim, komunikim dhe përfundoj në zonë, me takime herë masive, herë më të ngushta, edhe me një mbledhje shtabi në orën 10-11 natës. Po besoj Astiri nuk është e vetmja zonë e influencës për ju, apo jo, ju fushat edhe pse s'ka nisur zyrtarisht, po bëni në gjithë Tiranën, apo jo? Absolutisht. Ne zonën zgjedhore, në fakt në mënyrë individuale, ne kemi gjithë qarkun Tiranës, pra që nga Rogozhina, Kavaja, Kamza, Vora, edhe gjithë njësitë bashkiake të Tiranës është zonë zgjedhore për një deputet, apo për një kandidat, në falë, në këtë rast. Dhe patjetër që unë votohem si nga një qytetar i Rogozhinës, si një qytetar i Kavajës, si Vorës, por si zonë influencë politike është kjo zonë ku mu më është besuar drejtimi. Pastaj, absolutisht, unë do e kërkoj votën në gjithë zonë zgjedhore, ku është e mundur dhe ku njerëzit do më besojnë, që nga Rogozhina, Kavaja, si që thash, Vora, Kamza dhe Tirana. Ju ka kërkuar kryetari i partisë numër votash, për shembull Plaren Ndreca do më sjellësh kaq vota? Jo. Jo. Absolutisht. Nuk bëhet është s'ka asnjë arsye ta kërkoj, sepse fakti që kandidon është detyrë që ti grumbullosh vota si së pari për Partinë Socialiste, po dhe çdo votë që ti grumbullon për emrin tënd shkon automatikisht për Partinë Socialiste. Ishte strategji e Partisë Socialiste e kryetarit kjo përbërje liste, pra ata më të vjetrit me më shumë eksperiencë në listë hapur, që e njohin mirë terrenin, që e njohin mirë njerëzit me të cilët kanë bashkëpunuar e që dikur i kanë votuar, se sa ata të tjerë që janë listë të mbyllur? Absolutisht ishte strategjie menduar dhe e zbatuar nga kryesia e Partisë Socialiste dhe kryetari i Partisë Socialiste. Mendoj që është strategjia duhur, jo vetëm thjesht si taktik, por edhe si moral politik, për shkak se ata që kanë marrë më shumë apo kanë një kontribut spikatur apo që kanë një mandat, le themi, presupozohet që duhet të kenë një mbështetje posaçme më shumë se sa të rinj, të cilët sapo kanë dalë në terrenin politik apo në fushën e lojës politike. Dhe ata që kanë marrë më shumë dhe ata që kanë shpatulla më gjëra politike, patjetër që duhet kontribuojnë më shumë për partinë politike, për të cilën ata përfaqësojnë, dhe të kërkojnë votën dhe të masin mbështetjen që ata kanë tek qytetarët dhe për rrjedhoj të përballen më lehtë me qytetarët për çfarë kanë bërë apo çfarë duhet kishin bërë. Kështu që unë mendoj që është strategjia duhur politike, është veprimi duhur moralisht politik dhe mendoj që edhe qytetarët do vlerësojnë në këtë mënyrë, në ndryshim nga kundërshtarët që kanë zgjedhur të ruajnë nguackën e tyre për të mbajtur flamurin e opozitës, po as ata vetë nuk luftojnë për pushtet. Për Shqipërinë madhështore është duke punuar La Civita, në cili kanë CV-n e vet një fitore të suksesshme, siç është ajo e Donald Trump. Ju Trump, prezenca e tij këtu? Teksa drejton fushatën e demokratëve ose opozitës në tërësi? Kam frikë se e gjithë eksperjenca dhe profesionalizmi që përfaqëson zotëria në fjalë nuk i bën derman opozitës, sepse nuk është përfaqëtiv.
po për fajt të opozitës, që çdo profesionist apo çdo le të themi zotrues i strategjive, fushatave etj. Nuk i bën ndërman kësaj opozite që ne kemi, sepse kanë punuar vetë opozita me këmbgulje gjatë gjithë këtyre vite për të qenë në opozitë, me mënyrën se si ata janë qasur qytetarëve dhe kanë përfaqësuar para qytetarëve veten e tyre.